Presidenti francez Emmanuel Macron zhvilloi në Kenya summitin Africa Forward, ku morën pjesë më shumë se 30 liderë afrikan. Franca synon të krijojë marrëveshje dhe partneritete të reja në Afrikë, ndërsa përballet me rënje të ndikimit në disa vende të kontinentit, veçanërisht në Afrikën perëndimore. Gjatë summitit, Macron deklaroi se Europa dhe Afrika duhet të ndërtojnë së bashku autonomi strategjike, duke theksuar se bashkëpunimi ekonomik dhe investimet janë thelbësore për të dyja palët. Ai njoftoi gjithashtu mobilizimin e 23 miliard eurove investime përmes këtij samiti. Ky është samiti i parë afrikan i organizuar nga Franca në një vend anglishtfolës, një sinjal se Parisi po përpiqet të zgjerojë ndikimin përtej ish kolonive tradicionale frankofone. Analistët e shohin këtë si një përpjekje për të riformatuar rolin e Francës në Afrikë, në një kohë kur disa vende po largohen nga partneritetet tradicionale me Parisin. Në vitet e fundit, Franca është përballur me rritje të ndjenjave antifranceze në Afrikë. Grushtet e shtetit në Mali, Burkina Faso dhe Niger sollën në pushtet hunta ushtarake që dëbuan trupa franceze dhe forcuan lidhjet me Rusinë. Franca gjithashtu dorëzoi bazën e saj të fundit të madhe ushtarake në Senegal, pasi autoritetet vendase deklaruan se prania ushtarake franceze nuk përputhej me sovranitetin e vendit. Përmes këtij samiti, Macron synon të tregojë se marrëdhëniet mes Francës dhe Afrikës mund të ndërtohen mbi baza të reja ekonomike dhe strategjike në një periudhë ndryshimesh të mëdha gjeopolitike në kontinent.